këtej programit Youth Build IT ka organizuar shënimin e ditës ndërkombëtare të vullnetarëve, e cila shënohet në 5 tetor nga viti 1985. Sa i përket pyetjes së ditës sa mirën të na të rinjt me punë vullnetare, mund të them se një numër shumë i vogël i rinjve mirë me punë vullnetare apo marrin pjesë në aksione vullnetare. Andaj me këtë rast i kisha ftuar të gjithë që të bashkangjiten grupit tonë të vinë sot këtu dhe të shërbejnë me çajin që po ofrojnë pjesëmarrësit e programit tonë, si dhe të mbushin anketat me pyetje rreth vullnetarizmit. Përndryshe, përveç këtij ne kemi paraportur edhe shpërndarjen disa dhuratave simbolike për fëmijët që do të kalojnë këtë pari, si dhe shërbimi me çaj të qytetarëve, plotësimi i këtyre anketave dhe kjo. Do të në një farë mënyrë simbolike të simbolizojmë këtë ditë. Mos të mbetet ashtu pa e shënuar, sepse nuk e marrim në vend kur për herë të fundit të organizuar një aksion të tillë në qendrën e qytetit. Ne kemi vullnetarët që nga gjenerata e parë e Youth Build-it, kurse kjo tash është gjenerata e katërt. Domethënë sa herë që organizojmë ndonjë aktivitet ata lajmërohen dhe dëshirojnë të marrin pjesë në mënyrë normal vullnetare. Po, do të vazhdojnë aktivitetet akoma. Tash kemi në plan përpunimin e një website i falas për organizatën Shoqëria Ekologjike nga Bujanovci dhe pasi ta bëjnë vajzat këtë sajtin, këtë webfaqen falas, atëherë do ta kemi edhe ngjarjen përfundimtare ka fundit jetor.